konferencë. Bie keq, mirë po besoj që është e qartë për ju dhe të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se kush është bllokuesi dhe kujt i mungon vullneti politik për të bërë bllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Kur nuk ke numrat, si rasti i lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të diktosh të tjerëve mënyrën për zhbllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ju e dini, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur vullnetin politik dhe të tanime ka në tavolin një propozim të qartë për një qeveri gjithëpërfshirëse të tranzicionit, e cila kishte me rezultu në konstituimin e institucioneve, duke filluar prej Kuvendit të Republikës së Kosovës, po edhe formimin e një qeverie, e cila do të kishte agjendë të qartë, qëllime të qarta dhe një afat të caktuar kohor. Edhe një Jo, nuk kemi marrë, si që pat kemi dëgju dhe kemi lexu deklaratat e deputetëve të ndryshëm, mirë po presim përgjigje zyrtare nga liderët e partive politike se cila është përgjigja e tyre. Unë e konsideroj, ne në fakt besojmë si parti politike që kjo është për momentin e vetmja zgjidhje për të zhblloku institucionet dhe për të bërë konstituimin edhe të kuvendit edhe të qeverisë dhe për të marrë me të vërtet me problemet të qytetarëve, sepse qytetarët nuk e kanë luksin. Ju e dini, ka shumë probleme, mirë po është një problem nga data 1 qershor, llogaritet që 1270 kompani të dalin në tregun e hapur dhe kjo është fatale për të gjitha këto kompani vendore, është vendimi i zyrës rregullatorit të energjisë elektrike, andaj me të vërtet është anashkalim komplet i të gjitha problemeve të qytetarëve dhe të komunitetit të biznesit, kjo SOG e cila po vazhdon me insistimin e lëvizjes vetëvendosje që në krye të kuvendit ta vendos zonin Haxhiu. Ka posur deklarime prej deputetëve nga partitë e vitash në opozitë që propozimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka si pasojë asaj që ju jeni friksuar me shkunë një koalicion si e vetme me lëvizjen vetëvendosje, prandaj po kërkojmë që si përfshihni gjitha partitë tjera opozitore, kështu që përgjigjen e kësaj. A friksoheni prej një koalicioni me LVV? Jo, nuk e besoj që ka të bëjë kjo me frikën, tani nuk e di se çfarë mendojnë të tjerët rreth definicionit të frikës, por besoni e dini të gjithë që në një opsion të tillë, nëse Lidhja Demokratike e Kosovës do të ishte interesuar për pozita dhe për pushtet, do të ishte në një pozitë shumë më të mirë po të bënte një koalicion me lëvizjen vetëvendosje se sa të hynte në një koalicion gjithëpërfshirës me të gjitha partitë politike. Nuk është frikë, është konsistencë, është premtimi që ju kemi dhënë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe janë dallimet e mëdha ideologjike, programore dhe sjellja e lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kriju këtë hendek që për momentin është e pakalueshme. Tani sa i përket situatës para fushatës dhe gjatë fushatës, më lejoni t'ju them që askush nuk e ka parapa që partia fituese do e bllokoj institucionet e kuvendit dhe do të gjindemi para një blokade të tillë. E kemi thënë sa herë, cilat do prej partive të tjera parlamentare, po t'i kishte vetëm edhe një deputet më shumë, deri tani do e kishim konstituimin edhe të kuvendit edhe të qeverisë së Republikës së Kosovës. Do më thonë ka qenë pa parashikueshme që të mbahet seanca e 12 në tentativë për të konstituuar kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne kur e kemi shkruar letrën dhe kemi folur, kur e kemi hartuar propozimin, sepse është bërë me konsultime, nuk e kemi mendu asnjëherë pozicionin tonë, se ku do të jemi ne, nuk e kemi menduar veten dhe ndonjërin nga ne që jemi persona unifikues, kemi menduar që të ulemi në tavolinë me të gjitha partitë politike dhe të gjejmë zgjidhje për Kosovën. Kemi vënë
interesin e Kosovës para interesit e partisë, kemi vënë interesin e qytetarëve para interesit personal të cilit do qoftë. Po edhe kur kemi kërkuar gjatë fushatës, kur kemi kërkuar që zoti Abdi Gjiku të jetë kryeministër, ne kemi kërkuar këtë për të implementuar programin ton politik. Tani po e shohim, kemi rezultatet e zgjedhjeve, kemi këtë ngërsh, të cilin natyrisht që nuk e kemi sjell ne, është rezultati sjelljes së partisë fituese dhe nuk dëshirojmë që për shkak të kryenësisë të lëvizjes vetëvendosje qytetarët të hapsojnë dhe të vuajnë më tepër. Po do këtë shtan shenjat nga partitë e tjera janë më shumë që ju do të planojnë një propozim të tillë. Në një rast të tillë, duke qenë edhe tristesat e Dëgjuam kështu bashkë edhe qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës të Hikmete Bajramit, e cila natyrisht është në njëvim me kryetarin e partisë Lumir Abdi Gjikun, vetëm një qeveri gjithë përfshirëse, pra e unitetit, ta themi ashtu, është e pranueshme për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe asësisë nuk shkojnë të bëhen bashkë me vetëvendosjen për qeveri.